shikoni miqteni emisionin më të ri. Emisioni për traditër me gëzim të madhe fritë. Ai, ai, ja, vetëm bukur jo nuk ka. Ai, ai, ja, rofte qoftë tradita. Ai, ai, ja, me humore dhe shaka. Ai, ai, ja, rofte qoftë tradita. O vite o miku jonë, dile prit na si gjithmonë, dile prit na si gjithmonë, ashtu si që ke zakonë, ashtu si që ke zakonë, kemi marrë televizionë, kemi marrë televizionë, Vision Plus po na filmonë, Vision Plus, Vision Plus, Vision Plus po na filmonë. Jam e se të gjithë më video vllaj. Ja djeta e mirë. Qarje, mos dek shkuro vite. Mirë të gjithë. Kënaqësi. Mirë se erdhët dhe jeni të mirë pritur. Sa mirë bë të uruar se kemi sopër shtruar. Urdhroni. Të lumë të goja, hajde. Hajde, urdhroni. Unë si zotë shtëpia si nga fshati që jam dolem këtu këm kryq. Ullu të rëgja, Tradita e zakoni ka qenë tash kështu. Jo. Ja, opa. Roshën e djallë. I dashur vite, Vlora ka destinacione turistike gjithandej, po unë edhe Gonja si mik që të kemi, menduam me thamë që të promovojmë emisionin e ri, Eat and Tradit. Tradita. Ne i dhemi tradita, këto janë gjërat Pse moderne. këtu, sepse ti ke të gjitha këto të traditës i ke gatimet e tua. Atëherë, përpara se sa të fillojmë, unë me zi po presa do petlët e fatë. Ja do t'i sjell çuni. Edhe që kur unisa që më gjësa filmin thava që ta petlla sot më gjës. Na keni ardhur për mëngjes dhe kështu që nuk do konsumojmë shumë gjëra. Na keni kursyer. Tani, Petullat me çik mjalt bio aty. të mjalti tani. Mjalti është i kësaj Është i zone? zonës së Dukatit, po. Dhe kullota këtu shumë e mirë për bletën. Okej. Dhe Tani, këtu shtektojnë dhe shumë blet nga Pieri, nga shumë vende i bjen që po mirë, është shkëlqyer. shumë bukur. Tani ja dhe çik kos këtu i delje. Po këto që? Këto janë vezët këtu, Jo, kemi jo. reçelin të bërë vetë, reçel molle. Okej, në rregull. Po të janë të Edhe pulave çik të tua? djallërie, po, të pulave do t'i shikojmë atje Besoj pastaj. edhe këto petllot Ti me janë që se ti e kurios ti agron, këtu ja dhe qumë si viz dhe kur të mbarojmë dojmë të mjelim qik ditë që shikosh atje tek. qumë Vina? Po, qumë është dje dhe djathi vis është i dhivet tona. Mirë. Mos bjerë më të keqen mirë. Ju bëft mirë. Hajde petlla, më kujtove petlla ti bënte e ramë pas në naime, me atë mjellin e asaj kohë Dhe domethënë. jep shumë shije mjelli i bluar në mulli. Ta në provoj që këtë qumshin e dhisën të di? Po. Problemi është që ne kemi në periudat të caktuara qumshi, se ato kanë ato periudat e tyre dhe nuk e realizojmë do të gjithkohon. Por, Tani kanë qumësh, ha? po, kanë. Po për të mjell kush i mjell ato? Po, unë i mjell qobani, keni njeri, motor, domethënë. po unë i kam shumë qef dhe i kam Por pasion unë kam për dëgjuar vete. që është problem për të mjell, sepse janë dhit janë pak të egra, janë pak. Jo, Apo jo? po mësojnë ato, nuk problem, kanë ha? asnjë gjë, është një gjë shumë natyrale. Tani me që jemi tek qumshi i dhive, bëjmë atje, shikojmë që aty në vend ato Po, dhit që patjetër, ja kemi. të mos ashtu të pi qumshin agroni se Po, kemi mirë, pak e të mjell ande, jo, kajnos, dakord. kemi dhe si tip njësie me Dukatin, ky është me i lidhur me negri. Okej, Edhe mirë. kemi merak. Po se është birë nga tragjasi, këtë nipël tragjasi. Nipël tragjasi. Po. Faleminderit. Hajde gëzoj gjithë mira. Mira. Si e Ngremi. Si e theti? Ngremi, Si e kishtë titullin të emisioni? Eat and Tradit. Territ. Atëre për dijeni të teleshikuesve, këtu jemi drejt rrugës për Llogara. Po. Besoj poshtë nga Fush Dukati ku kryqëzon rrugët deri këtu sa kilometra i bie?
Po është një 2 kilometra, pastaj 2 kilometra bëhemi te tuneli Llogoraj. A, do më thënë jemi Ndërmjet dy Ducateve. Edhe te nga tuneli. Po, pastaj tek tuneli është rrugë e vjetër që vetëm Llogoraj. Okej. To janë pullumba? Pullumba? Vite. Këto janë pullumba, pula, Çarke bërë vite. këto janë një Po këto të mëdha tu si ata janë ros. palloj. Palloj. Tani Në çështja e ditë, po, këto janë e vitë, ky është Tani un kam po. Ky Kam si një atë. kërkesë. Po, më thuaj. si të dalloj un dhim me ciapi. Me fjalë Do, kush do të- kush do të- milet thua ti? Jo, qik. Kush japi apo dhia? Jo. Po pika na. Jo, unë e di që millet di atë. Po kuj dallon ti dhinka? Po atë mirë, si të dalloj dhim nga ciapi. Hajde, do të ndihmojmë ne, do të ndihmojmë ne. Mu më pëlqen ajo dhia atje. Ai ciapi, agro. Ja. Sa mirë një vend e dhita. Ja, Ty. ja, këtu, O, këtu, lele, hajde. më fal. Hajde këtu. Po goni, hajde këtu. Jo, po s'është lopa, jo, këte nga brapa. Çish jam brapa. Ja. Ja, do mbajmë këmën këtu, hajde, ja. Hajde. Ha. Ja, Ja, lesi agronin ta shumë, hore. Jepi ti. Mashallah. Pik qumë, Bravo. ajo doli. Mashallah. Ashtu po ka vi çik më poshtë. O të keqe lali oti o nxori. Mashallah. Mashallah, o të keqe oti, a të keqe më tre vogël. Mashallah. Sigur të vim unë e gonja për ti mirë, sa na jepi, sa lek Do na të jap jepi. gjysmë në prodhimit. O ta të bëjmë keqe gjysmë për vllai gjysmë. ti. Tani unë kamerën di. More vezora. E morë. Do mësoj edhe unë tani, edhe e gjetëm punën. Hajde mbaj. Është part-time, punë part-time. Hajde. Jo, s'ka problem. Jo, e di pse se të rinduar shumë të ngrota. Jo, s'ka problem, boll. Ha, hava. Do ta mirë se ti? Do të mirë. Të dyja me ka. Mashallah. Çfarë të lumtur. Tani këto, çfarë race janë këto? Këto janë dhi alpine, quhen ose sana, këto të bardha. Ashtu, Po këto janë racë qumësi, janë dhi racë edhe mbajnë me regjime stallor. Por janë shumë, kanë shumë rendiment. Po kështu perime mbjell kemi ti? po shumë pak, domethënë E, po, janë tani në për kanë- periudha të caktuara. po, Unë kam kemi baçen me pentari që do t'i shikojmë dhe ato po, që nuk di stoj. janë shumë të mira, por bëjmë reçelrat i bëjmë vetë. I kemi ja do t'i shikojmë dhe ato. Kalojmë ande nga pentaria. Po, do të kalojmë. Hajde. O sa të bukura që jeni. Mashallah. Shiko pjeshkët afrim në qafsh më shiko. Bo, Mollët e pjeshkët. mollët. Mollët. Bo. Si nga troma, kështu Vite, sa mollë ka. molla, historikisht, pak të ne Brezion di që kultivohet në Korçë. Po. Më çudit këtu që është bërë Do klim të ftohtë apo jo? Shiko tani, duke parë lartësinë që ishte jemi rreth 300-400 metra mbi nivel të detit. Po. Unë mendova që ku duhet bëhet molla dhe unë molla dhe është më dha shumë rezultat. Shiko. Dhe është shumë cilësore njerëz si mollë. Mori molla me sherbet, ku ta bëjmë këtë muhabet, Mu të vitja ka lezet. o moj molla me shëndet. Hajde. Amor një tik të rindan. Që Londin e bukur kjo. Hajde të bëjmë një postë dhe ta kemi kujtim këtë nga vitja. U këpuqë. S'ka gjë. Ka lezet për zotin. Shi. Një kanë ngrënë këto arzat, Jo, ajo është Tani- një shpend i egër që Vite, një mëllonjë. këto janë të maturuara, janë të pjekura? Po, janë shumë. Janë Domethënë tani, janë në kulmin e tyre. Do ta provoj do më falë. Po ta provosh dhe të bëhet mirë. Kujdes dëmëtër. Apo? Tani ne kemi edhe fik, ashtu, lart, kemi 50, kemi bajame, kemi shumë, 500 rënjë pemë nga më të ndryshme. Ma bërë këgjilire. Po molla bie më në sy se është frut edhe shumë cilësor. Para disa ditësh, vjen një qift aty tek ajo salla që ne ngrëm petullat, edhe po bëni ca shena që mos më pëlqeni se unë kam vjen shumë shena, se ca skena. Po puthesh, do ta them se ju tani nuk keni shumë tipa të qift. Po puthesh, po mua më rëndoj me thënë drejtën. Edhe se kam ambient shumë familjar, shumë serioze, edhe jam fanatik të punoj. Dhe putheshin e ndukeshin, unë u detyrova vetë të mira për porosinë. Kur porositën,
morën 1 kile mish që është shumë për Po, normal, edhe çmimi Po goxhaj. antipasta nuk është e çmimit, esensial. Patate, kuleç, byrek, morën gjithë ato gjëra. Për 2 veta. Dhe mua më bëri përshtypje se e mora unë porosit, ose e mund që ju të dy nuk jeni të dashuruar. Pse më dhanë mua dhe më shikuan nga vitur? Se unë kur jam dashuruar nuk kam ngrënë bukë 10 ditë rresht. Kurse ju ngrënë 1 kile mish çfarë dashuri keni ju me njëri tjetrin. Dhe e morën me shumë sportivitet dhe ishte me humor. Po vite, tani aty jashtë si komandant je, na fole. Tu brenda kush më fal, Lola, më fal. Kush komandon në familjen tuaj? Buri. Si gjithnjë? Buri. Papa. Srejnë Vlorë, me bërë si vaj motër, jemi gjithë jetër 20 vjetë bashkë. Normal, nuk diskutohet fare. Tani, Mos dukohet. çfarë do bëj Lola? Aty do bëj Byrek me byrek. spinaq. Me spinaq? Po. Unë vdes për byrek, Unë do bëj pak trazore i zemine, Aha. me miell misri. Ja. Tani këto do t'i shijojmë pa... Po, do presim, do të bëne. Po për sa kohë bëjnë këto se? Mua më hape oreksin tash. Për sa kohë bëjnë këto vite? Bënen bukë e misri do 40 minuta. Okej, në rregull. Me që djath aty, atë djathin e dhis, me... e trazon edhe me djath aty. Po, prandaj do është e shishme. Ha. Edhe gjalbi. Po kurse janë çik dorë, kurse ku është e këtë kolesteroli në modë. Kjo tani. Kjo, kolesteroli, që është me kolesterol. Ti këtë nuk e vë... Brumin e kulaçit, si e përgatitin? Me dorë edhe brumin apo keni në Po, pajisje? me dorë se merë ka një shije të veçantë Shumë e mirë nga në makineria. Po mirë. Tani, Lidhet edhe për të mos u ngjit. po, Kur është edhe... tepsia në këtë e djegu kështu, ajo nuk ngjit fare. Si vezët e tiganit. E ke parat filmin me De Niron që sot i bëj vezët te ky tigan se kam lar asnjëherë që kam lar. Po, Ja, kujda. Kujda, po. Se ne jemi të kasës filmave të vjetër. Po, normal. Kompani. Filma dhe Hollywoodit. Do më thënë kjo bëhet pak e ujshme në mënyrë që të Tani, vej... kjo duhet kështu. Aty kështu, dhe... Okej. Kur ta bëj, mos më bëni komplimente, po nuk që e mirë. Po si shtohet, ne e kemi provuar në gonja gjanëm. Nuk di shtohet, po nuk dimi se si përgatitej. Ale qik? Okej. Tapun? Ja, Ashtë. a filloni? Si në shpinë tënde, futu brenda tani. Qa do të rafion? Po këtë ka pakun si përshevët, ja po e do mban të si. Që mas digje të Mos mëzdi. digja si për, Edhe kulaqin, këtë e ke përgatitur pak më para aty në mënyrë që të qetësohet ai të marrë frymën ajo brumi. Qetësohet. Tani, problemi është që këtu se klienti ose dhe ata që shikojnë kërkojnë të punojnë me dorez. Po. Me doreza për efekti higjienës. Po. Po këtu nuk ka shans të përdoret doreza. Po. Doreza dhe këto dhe jemi të detyruar që punojmë me duart. Se ka Tani, këta janë ata kuleçet që fryen ashtu, ha? Ja, Që më ndaj bje kur piqen. U bë gati byreku, ta bënte kaq shpejt byrja ime do I kërkoja ditë për ditë më bënte byrek mua. Tani erdhi ora e byreku do futet në furrë, po byreku sa minuta? Byreku do 20 minuta. 20. 7 minuta do buka, 40 do buke mis. Tani. No, të keqe lali jo tyja. Oho. Po vite, dal ta provoj çokoladë, më sa des për çokoladë. Ata me qeri. Po jam çikë lënda që jam me keq. Po, me ulli fare. Unë do merrem do marr mishin që të presim shpakull. O, të lumshin ato duart. Ka thash. Hajde me ndja, mos hamë se do hamë ndeja. S'do më ta hamë. Hajde të mbëllë, hajde.
Do kam të qimë mashallah, mashallah. Mine! Vite e gëzuar. Të mira. Të falenderojmë pafundësisht. Ne deri tani hëngëm s'kem një të shëndet. Po të unë do të ngrafën. Ta gëzosht. Faleminderit. Përgjithsisht, Vlora, a gjithë komuniteti vlonjat, zakonisht kanë prioritet gjithmonë mishin e qëngjit. Tani, ky qëngjit që na ke vënë të para ti, ishte shumë i shishëm. Nuk do arsyeem pse është kaq i shishëm ky dhe nuk është i shishëm një mish në një zonë tjetër. Tani, e para kysh, u bë mish në furrë dhe është gati me dru dhe i jep një shije të shkëlqyer druji. Po duke konsumuar kullotën këtu të zonës tonë janë shumë të shishëm. Edhe tradita e Dukatit është keci një, edhe qëngjin në saq, po keca tani janë çik të mëdhenj. Janë mëdhenj, ja. Ka kohën e tyre, prandaj unë shërbeva me qëngjë. Pastaj ky mish i kecit ose i qëngjit në zonën tonë, në zonën e Llaverisë themi, përdoret edhe arapashi që shoqërohet me arapashi. Kjo është shumë ushqim i shkëlqyer dhe tradicional që bëhet me lëmun e tij dhe me të përbrëndshme të kecit ose të qëngjit. Po traditë mërsire, çfarë keni ju si zonë ka revanin, kryesisht. Bëni revanin. Ose asude qison ose revanin. Dhe të gjitha ato i thua ti kanë në përbërjen e vet gjalpin. Gjalpi, po, gjalpi. Që është domosdoshmëri. Po është i vështirë për kolesteroli, po që është shumë i shishëm. Ja të na marrit të keqen kolesteroli. Jo, gjithsesi. Ti bësh shaka, po. Kjo traditë është dallore gjithnjë çështë vërtetë. Po hanë që gjithë ka tani se kockë kalku, shikoj viti e kafi. Ato të madhen aty jepja. Jo, është më i madh nga unë 2 muaj janë 9 ditë jepja. Nuk ka më. Aty tako. Sa më mishë. Ata i dashur vite, faleminderit shumë. Ne u ndjem tamam si në shtëpinë tonë, siç vim për era. Tani kam parasysh që grupi i burrave të Dukatit dikur në tradit kishte një valle shtruar të Dukatit, valle burrave të Dukatit. Po valle treshe e Dukatit. Valle treshe. Ja ne jemi të tre bashk. Hajde me mua tani këtu. Po ti do na. Kja marrim një shtruar valle së ata si arrin dot në po Dukatit. Jo, mirë, ne do. Ti nuk do na bësh vrejtje. Jo. Unë për vetë. Opa. O vite more vëlla, u kënaqem sa më s'ka. O vite more pasha, na kënaqem me gjithçka. Me mjall dhe me petulla, rofte qoftë tradita. Lumu ku erdhe ti, moj hëna flori. Lumu ku erdhe ti, moj hëna flori. E në goqa shtëpi, ja në zotëri. E në goqa shtëpi, ja në zotëri. Tani po vim drejt kaninës.
Ashtu? Natyrisht kanina ti e di shumë mirë bashkë me mua që quhet për historinë e saj Po? të lashtë që nga Skënderbeu ku Skënderbeu e zgjodhi gruan Sa fjallë pikërisht Donikën nga kanina. Kanina ka fiset autoktone të hershme sepse themi Vlorane, po Vlora është mbas kaninës. Kanina ka qenë dhe kështjellë dhe kanina. Ja një minutë. Mos më thuaj që ke fis në kaninë. Në ke që vlla jot. Nuk të gënjej, sinqerisht. Gjyshi im ka qenë martuar 2 herë. Nuk dëgjoj. Po. Tani shiko. Me të parën me nën me men, që ishte mbes në kaninë, nuk lindste e shkreta. Edhe i dha leje gjyshi tha martohu. Gjyshi tha unë do martohem tha për të trashëguar pasurinë tha, por tha ty nuk të lë dorish me kush dorish e ti. Kështu që gjyshi im ka shtytur jetën me 2 gra. Jo, është e vërtet sinqerisht po them. Se mos më bëndoj budallëk tani në peqeri. Ale tani vazhdojmë te. Natyrisht kanina është e shquar për shumë gjëra. Për ullinjt e famshëm të kaninës. Po pse po fish? Po fiqt e kaninës që janë me famë, po mjalti i kaninës po ullinjt e kaninës dhe aty do përqendrohemi tani se po shoh dikë këtu që ka shkuar vjeljen. Po shu që bëtë? Po ka filluar vjelja unë të thash. Po, Fationi. Po shoh Fationin atje. Po, Fation! Fation! Kuna mbar njerë. Aty rini, nuk u përbën fare. Aty rini, mos e lërë punën të keqe vazhdoj, se do vinë në ndimojnë edhe neve, mos e qakon Po brigadi krërat, Qa ke bëra? do vini të ndimoni. Të ndimojnë, Kemi flokne për të kërëra. Jo. A do kërejmë ullinde? Do të vërtetoj një diçka që më tha Afrimi që pa rrugës, por do të vërtetoj nga tyja e cila do dali gjatë bisedës. Se nuk mbeson. Po e ashtu, unë do të qeras. Okej. Okej, nëre. Do me thënë, unë këtë qirasin për mbaj. Fationi për shembull, Po? që është nga familja Feza, do të thotë se çfarë lidhje ka me mua. Dhe ajo nën me mea që thash unë që është mbes në kanin, Po? ka të bëj me Është Allah familje. ime. Morë vesh? Do me thënë, ne jemi të afër. Për te Kur do ta japën 2 qerasin tani thuati, kur do ja qerasin në tyja. Lëre tani, ja u dolja ikë. Okej, të flasim pak për kanin. Kanina nuk njihet vetëm për ullin. Ulli kalinjot është pjesë e kaninës, është një me kanina, po njihet për familjet e mëdha. Njihet për karakterin si fshat, për kanë nxjerrë shumë emra të mëdha si fshat, edhe njihet edhe për traditat, për gjithë shkaj që ka të bëj me fisnikërin. Unë besoj që ka shumë fisnikërin në kaninë. Unë bandaj kam shok me nga bajtë të rjetë time, vetëm nga fisnikëria, s'gjë tjetër. Na fol çik si dashur për ullirin. Pse është kaq i famshëm ulliri kaninjot dhe në mënyrë të veçantë, Kalinjoti. vaj ekstra vergjine. Dhe pse i thon ekstra vergjine? Sepse vergjine u thon femrave që janë të virgjëra. E kështu paga shumë edhe kjo. A dhe ka lidhje. Pra. Është e vigjër ende, tani ne po e zvigjërojmë. Tani ne jemi në vjeljen e ullit kalinjot, është pak herët në fakt. Ulli kalinjot njihet për vetit e shumta që ka. Ne eksportojmë një pjesë në Zvicër dhe i bëjmë këto analizat vit për vit. Në gjuhën shkencore quhen polifenolet. Polifenolet e ullit kalinjot janë 880. Nuk janë parë në asnjë vend tjetër, nëse një vaj spanjoll, grek, italian arrin në 250-300, ky arrin 800. Ashtu, ha? 80, po. Kjo është veçantia. Të parët tanë si duket, Si duket dielli, pozicioni që i ullinjve këtu. Ka të bëjë shumë. Unë besoj ka lartësia, deti, errat, ka gjithçka. Këtë e bën veçantë këtë zonë këtu dhe është unë ndjem me vlerë shumë që i shërbej kësaj teme, që jap në një farë mënyrë kontributin tim, ushqim mirë për njerëzit, për klientët, edhe më ka lidhur kjo, më ka bërë pjesën e saj. Më ka lidhur, më ka futur në origjinën time, besoj. Ja, le të provojmë edhe ne aty çikës. Për të shquet edhe Se ne ka të ngajtë shkurtë. Se s'ka dalë sa aparatura tani më kanë thënë Po mua. jo, ti aparatura, po da shkosh ti klub me inzibie, është shumë i fort. Tani, mund merr një pjesë, kape degën, Po, shumë bukur. edhe krije. Duhet kapur dega kështu edhe Po, kape degën edhe krije. Po për të hipur lart pastaj Mund t'i vesh, po ka i për njeri tani lart. ka hipur kë. Mi interesante. Ka një proces. Si e ka prodhimtarin si vjetë? Është viti dobët është. I dobët, Po unë besoj që ka ndryshuar shumë koha, ka vite që po ndryshon ky cikli i ullirit. Ashtu, ha?
Do të thonë, prandaj po më duket shumë shpejt tani, po ndoshta ka qenë Jo, temperaturë ne larta. këto janë zona që po ta shikosh ulliri ka filluar, Ka filluar po pak herë më duket. ose është tema ka shumë pak. Po. Dhe duke patur pak, Po. fillon tishet pak me herët. Dhe duke qenë shumë e eshëm. Edhe është i shëndetshëm, është i plotë, Tani shohet është koha e dur për të bërë një vaj biologjik. Ja, shiko. Djali që është lart në një farë mënyre pema vilet edhe krasitet. A ka ndonjë legjendë për ullirin? Legjenda ka të shumtat, një nga legjendat që ka ardhur gojdhën mbas gojdhëne që përdojë familja, që nëse nuk ishe 8 rinj ulli nuk t'jepni nuse. Një nga 8, po 8 ose ulli, po ulli prodhonte më bu. Prodhonte dhe aq mjaftonin për të ushqyer një familje, kështu që me 8 rinj gjatë ciklit pastaj do vazhdonte të shtonte ai. Po të ishte kush sot që këta që martoheshin duhet të kishin 8 rinj ullinj, po unë që kam mbi 200 rinj ullinj sa herë duhet isha martuar. Ja, e nxori kollën. Tashmë e nxori kollën. Po ne dëmë. Do të ngjaj gjyshit, do të bëjmë me të keqen ky gjyshit tjetër. Do është pjesë e jetës edhe kjo. Po pse i thënë nga një kota që nuk jam fare i kësaj fushë. Kush e dallon ulli kaninjot? Pse e ka marrë kaninjot? Tani unë besoj se tani o e ka marrë ulliri emri nga kanina, ose kanina e ka marrë emri nga ulliri. Fjalë të shumë të thonë që e kanë sjellë romakët, por nuk besoj se ka ardhur nga romakët, të ulliri këtë varietet e gjën shumë pak në pjesën e Sicilisë që nuk bëhet, nuk ka dhënë rezultat. Ai është autokton këtu. Këtu i ka vitet e shumta, këtu e ka prodhimin. Këtu është dëshiruar me këtë tokë. Fshati kaninës ka diku te 60.000 rinj ullinj. Shumë mirë, po. Tër fshati kaninës ka një sipërfaqe konsiderueshme. Ullishte që është këtu, që posedon familja ime, 2 familje tjera që unë i kam marrë me qira, është 110 hektar ullinj. Unë po mundohem të jap dinjitet saj prone edhe një mesazh të mirë për gjithë të rinjt që kemi nevojë. Rroga këtu ka vajsa në Evropë. Ka njerëz të rinj këtu dhe të japin dinjitet i vendi, sepse ka nevojë për njerëz. Ky vend ka nevojë për njerëz, dhe njerëz që kanë rrinj të forta dhe baza të forta. Bravo. Atëherë, shumë faleminderit Toni. Kënaqësi. Gjithë të mira. Vetëm të mira. Faleminderit gjithashtu. Ju lumshin dorë dhe jonde. Ju lumshin dorë. Allah t'ja bëj. Mirë pafshim, gjithë të mira, gjithë të mira. Atëherë, kjo është laguna e famshme e Nartës, që i thonë, po këtu jemi në Zvërzënës. Laguna e Nartës ka 3 lloj peshqish që di unë, ka qefullin, i cili tani është në periudhën e vezëve, këta i bëjnë putarka, që i thajnë me krip, ka lavrakun, ka edhe kocin. Po këto natyrisht janë për masa, lavraku dhe kocja janë për masa të vogla në krahasim me ato për masa që ka ai i detit. Më fal, harova. Me nësipja ka ngjallën e famshme dhe ngjalla e lagunës Nartës është ngjalla më e shijshme nga të gjitha lagunat e Shqipërisë. Këtë do të thoshe se këtu desha që dile dhe ti. Pse i thonë ngjale Porto Novo soj, që i kanë kënduar dhe këngë ngjale si kanë kënduar këngë? Atëherë shumë i gone. Ti dhe unë kemi punuar në peshkim dhe unë në fakt mbaj mend më kanë shpjeguar ata të shkatarët e vjetër. Këtu Ja, mu të ka e kërë atje. Porto Nova, që i thonë porti i ri. Në kohën e Italisë parë, ati është bërë Dajlani ku komunikon. Shkëmbejnë ujrat, edhe këtë e ti. Ka qënë naturisht ai dhe Mor këtë më sqaro pse i thonë ngjallë e Porto Novo i so. thonë ngjallë Porto Ka që dhe famshme. Populli ka bërë dhe një këngë në atë kohë. Ngjallë Porto Novo so, shpirtin Se që më more, po tani, kush ja mori ngjalla, ja mori shpirt apo femra? Shiko, kjo figurativisht është edhe gjë, do të thonë një femër bukur me një trup tamam. Ai pas ka kombinuar të dy, ai femra i ka shijuar edhe femrën e bukur edhe ngjallën e shishme, i ka kombinuar dy. Po ka qenë rrosë zgjuar.
Ke ndonjë gjë tjetër për të më thonë, për veçantë që Unë them të shkojmë tek Mario. Mario është një djalë narte. E di si Që ka edhe një restorant atje. Ulemi dhe bëjmë atë shtror me të, natyrisht ai duhet na flasi më gjëra gjatë për punën, për produkt, prodhimet e saj, për historikun ndoshta. Por edhe unë nga Vlora, se ti po më sqaron mua shumë. Sqaroj këta këtu ti, jo mua. Po, unë. Ta sqaroj, se po më drejtohesh mua ti kështu. Edhe unë marrë në një shumë mirë. I dhe ka unë te Mario. Ashtu dhe... Si asë njerë tjetër. Për zotë. Përshëndetje? Përshëndetje i dashur. Marion. Mario. Ka për një këngë. Mojtë nana, si kë Maria nuk ka. Erë nana, mojtë najana, e si Mario, ole vëlla. Erë nana, Si kaluat? Mario, po ku jemë nga Mario. Ju me mirë? Ulu si shpinë tënde. Ashtu. Mirë se vjetër. Mirë se na erdhët. Si ke qenë Si keni kaluar? Shqyra ti la. Si ju kam? Juve? Mirë, ju me mirini? Ata prindësia. Mirë. I dashur Marion, ne jemi në një emision të ri, Eat and Tradit. Po. Tani, duke u nisur nga fjala tradit, Tradit, unë kam merak shumë që të na shpjegosh ti, çfarë ka tradit Narta si fshat? Narta është një fshat që nuk ka vetëm vurtarë, po mbahet për vurtarë. Është një fshat shumë i pasur. Ka pasur verën, ka pasur Vloshin famshëm. peshkun, ngjallën, edhe kripën, po të themi që e bënte furnizonte gjithë Shqipërinë. Po. Jemi një nga fshatrat që kemi vajin e ullirit. Po keni ullirin e famshëm, po të si gjitha patjetër, domethënë. Këto gjërat janë të Nartës. Po veçanërisht Të takat. vemi tek peshku dhe tek vera, që mbaheshin gjithmonë në tryezat tona. Gjalla jonë është gjalla më e mirë në botë. Vemi te butarakat. Butarakat e kanë kohën nga fundi i gushtit, apo nga mesi i gushtit. Këto quhen bafa. Është në qefulli baf. Baf. Do të thënë që mban vezën. Qefulli femër. Qefulli femër. Po. Ashtu. Edhe stiradi që është mashkulli. Stirad. Po. Në përgjithësi, kur është bafa në kohën e saj, e mira të mirave është jetë sa më e madhe sepse ka dhe vezën e peshkut e ka sa më e madhe? Po, sa më e madhe, po patjetër. Ato përgatiten çajet peshku, qefulli, edhe e nxjerr me shumë kujdes vezën e peshkut. Mos çat Po e nxjerr me një mënyrë aq të kujdesshme sa edhe mund të mos e imagjinosh këtë moment. Jo, nuk e vetëm ata specialistë. Vetëm ata që e dinë. Merret, lahet, i hiqet gjaku, damarët që ka në gjaku, pastrohet. Pastaj merret me shumë kujdes, idhet brenda në krip. Lihet një 3-4 orë brenda kripës. Dhe pastaj e nxjerrim me shumë delikates prap nga kripa, e pastrojmë, i heqim kripën. Është si puna sikur pastron diçka të shumë delikate, sikur kap diçka delikate. Sa apasionant që është, sa apasionant. Edhe e vendosim një dras, pastaj dhe e shtrojmë në dras. Një nga një vezët, edhe të jetë në vend të freskët. jo në diell, Jo në diell, as edhe një. Në vend të freskët, gjithmonë. Edhe vetë vazhdimisht i kthem. I lënë në një vend, fillojnë ato fillojnë thash, i kthen, i bon, merresh me ato gjatë gjithë kohës, sa fillon shikon dhe ti që ato fillon. Mbas sa ditësh ato forcohen, Po unë mendoj brenda muajit. Veza varet. Veza nuk ka. Varet në gojë? Ta them shumë me fjalën shqip fare lëpijet. Bravo, shumë bukur. Si ta them unë. Ta them ato fjalë anë kështu. Ta thash. Ose mund të themi krye. E kruat e dhëmbët. Kurse ne kur dilim këtu në kafener poshtë në qendër që venin, vinte na një
nga këta moshe madhe, na ipnin si ku na ipnin drogën. Miri, më sill pak ves peshku, si dhe shik ver për të qerasim edhe... Po, e ke lartë atje pastroje ishe, sille si të dalin ajo kështu. Do ta provojmë në qik në tavë ngjalën e këtu, besoj se po. Provojmë po tjetër, provojmë që gutare me një gotë verë të kuqe. Sepse ajo shoqërohet shumë me rakin, po edhe shumë me verën. Edhe me uskin vetë ajo. Po, dale. Po. Po disa ko kam pa i parë, Kjo është vese e peshkut. Çfarë ngjyre ka? Ti ka kamerë? Vesa e peshkut jepet te kjo pjesa këtu. Po. Shumë bukur, aty nga ana. Ashtu. Kjo është ngjyra më e bukur. Kjo është cilësia numër 1, që nuk mund ta arrijë dot. Po. Shiko kjo ngjyra këtu brenda tani, ngjyra brenda. Shiko si është. Kjo është një mrekulli, po njerëzit nuk e njohin, nuk ja din vlerat. Jo, ka shumë kush nuk e njeh. Jo, unë flas në përgjithësi. Në përgjithësi vendet bregdetare, njerëzit që jetojnë në vendet bregdetare e njohin këtë gjë. Tani, unë nuk duroj dot. Mund ta demonstrosh vetë, ta provosh. Ashtu të. Po. Merë ti. Bëhet tamam punon, po faleminderit. Merë, hiq atë si punë e saj që ka. Janë Janë dy variante, mund ta shijosh edhe kështu siç është. Mund ta shijosh edhe me vaj ulliri. Ti edhe është dhe vajin e ullirit sipër. Provo çarshiri që ka. Meri erë një. O, lera ti unë. Asaj nuk ka e pi, tha Zhore. Ja. S'kisha provuar ndonjë kështu ta provoj vetë edhe me Do provosh dhe me vajin e ullirit që është fantastik. Mario. Po. Tabela. Unë pashë që ke vënë emrin në Arta, lokali, dhe? Tani, edhe në kohët e vjetra, në Artës Arta i thoshin, pavarësisht na vënë dhe një në. Po. Po nuk ka lidhje me emrin për fshatin. Këtu me emri bukur Unë kam vënë emrin e gjyshes. Se unë thash mos e lidhje me fshatin. Jo, kam emrin e gjyshes sepse ajo më ka rritur. Shumë bukur. Edhe Bravo. Edhe unë për respektin e asaj. Arta. Arta. Një emër Jo ka se që nuk e bukur kam që na. maman dhe papan i kam akoma sot e kësaj dite, po ajo më ka rritur. Se priti ta shkonin punonin ditë e natë, të na risnin. Edhe ajo na mbante. Gone, Na u shkrit. nga tradita e këtij fshati fantastik, provuam putarkën e mrekullueshme. Si thua, shkojmë në kuzhinë të provojmë Ngjallën. Shkojmë në kuzhinë tani, Mario, dakord? Zonja ime Gjalla në dhe kuzhinë Mario. atë kemi kuzhinjere. Zonja është atje shefe? Jo, Çfarë thua ti? Tu e 25 vjet ajo është. Okej. E pas ke internuar Jam brenda. në rregull, unë kam shpëtuar. Faleminderit. Shefe, te uta kur. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Respekte, Si jeni? shumë respekte. Më falni se i kam duart me ujë. Nga lartë. Si jeni? Kënaqësi që të takojmë. Faleminderit, Shumë mirë se na kënaqësi. erdhët. Do na shpjegosh çiksi. Patjetër. Mënyrat e patjetër, gatimit të patjetër, ngjallës që do ta natës, pra të lagunës së natës, dhe veçanërisht atë tavën e famshme që bëni juve, po. që u vin klientela. Ju dhe keni zanatin tuaj që jeni të pavdekshëm. Po, atëre, kjo është ngjalla nën, dhe me këtë është më mirë të bëhet tava. Tonë se kjo është e majnë dhe e bën më të shishme. Kurse këto ngjallat këtu, i përdorin në zgar, i bëjnë në hell. Unë sot do ta bëj siç ma ka mësuar gjyshe Arta, e cila ka marrë dhe emrin lokalit. Shumë interesante, shumë e bukur ishte. Dhe një detaj i vogël, kjo tepsia është e gjyshes tonë. Ja. Po, është e vjetër për ata që. Po, edhin vajin e ullirit, Vajnë ullir. edhin qepën të prerë pak trash, që mos të tretet fare, sepse ajo do kaloj dhe në fund. tretet, e? Po, edhin dhe kripën që të lëshojnë më shpejt lagështiren, 2 gjete dafine, pak piper të kuq tokër. Po ja edhin që më filli. Po si? Do S'e s'ma presim thënë të na çfarë bëjë klienti. qepa ngjyre artë. A do marr pak të verë, E fakt, të bëjë fakt. Jo të digjet, po të bëjë ngjyre artë. E ngjyrë florit. Ja dhe shoqja tani po kalon një ngjallë në hell. Tani edhim pak domaten. Dhe salcë pure.
Tani do ta lëm të piqet një çik domatja, t'i dali ajo thartira e saj, po edhim dhe pak sheqer. E do dhe I sheqer? edhim dhe pak sheqer. E do, ha? E do. A ja këtë se t'je. Kjo është ngjalla e hellit. A, në hell, po. Shumë bukur. Në hell. Çoma të hellin andea më po deshe. As 10 minuta. A djetavën? Po, sa gati. Tani, Do bifta me miell. I lyejm pak këto celat në miell, edhe i vëmë me radhë. Në mos e do ta vë me dorën time, moj me dorën time do ta vë. Ty të lunshit duart e ut? Demet, faleminderit. Për një orë e ke gati Afrina Gaj. i lumshin duart e utës e ti dhe mos bë masin që këtu të uta. Faleminderit shefet e uta, kështu faleminderit shumë. Edhe, hajde ta shijojmë tani, do pres, unë e di si do pres një orë këtu, po hajde. Të lumshin duart. Buka e misri që ne e përdorim shumë këtu në restorante, kërkojnë jashtë masë. Kjo është një gjala e hellit, nuk është shumë e madhe për momentin, po shumë e shishme dhe kjo preferohet shumë nga klientët tanë. Peshkatarët edhe në nartë për shembull nuk e hanin me limon. Pse? Edhe peshkun edhe ngjallën, sepse deshin të linin shijen e asaj. Shijen e ngjallës dhe shijen e peshkut. Unë kam dëgjuar një gojdën të vjetër, një peshkatari i cili zuri ngjallën. Po, është e vërtet. Është e vërtet? Është e vërtet. Ngjalla ç'bëri? Foli me djemën, tha, më zuri, tha peshkatari. Nuk gjen vdekje ti, mos ki merak fare, tha. Po ky më preu kokën, nuk e ngordhur akoma. Jo, ka folur me peshkatarin Gjalla. Gjalla ka folur me peshkatarin. Me peshkatarin ka folur. Modhin tigan, akoma nuk ka shoh. Tani po më ha, akoma s'kem vdekur. I tha në fund, tha, ky po pi vera. A, tani, tha. Tani po. Tani, vera. Kjo është e vërtet. Vetëm vera këtë ushqim e pushkaton. Pastaj këtu tek ne gatuhen shumë gjëra, po kjo është me që emisioni e ka fjalën tradita, ne po sillim këto tradicionale tona. Rosh, falenderit. I dhe usta Marios në qiks. Unë do provoj atë pjesë që gatova vetë. Atë që e trazova atë qepën atje, se si do më dali. Afrim. Ta shikoj Jure, e ka goditur apo jo? Ja, e ka qarë. Po e ka goditur. E ka qarë. Qa shkrim? E ka qarë. Shumë e shishme është. Mrekullush. I takon kuzhinierës një shnef. Pa, patjetër. Gëzoj të ota. Patjetër, gëzoj. Shefet të ota, ta gëzoj. Të lumshin duart. Një nder dhe më i madh që zgjodhet mua për të demonstruar këtë. E meriton. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kemi qenë një mendje me Afrimin, kështu e thamë. Falenderoj shumë. Meriton. Ju falenderoj. Jeni të përpritur edhe Kamera. I fikri tani atojeve, ato bofsha, e takojmë nesër në mëngjes. Shikojmë nesër në mëngjes, thamë. Bone, pije shpejt kafen se jemi për dukat. Afrin, po të përuri tu? Në reat, do ta pi për qepin me për shpirtin ti. E di që më kujtua? Mamot kur bërim gjirimet për natë në vitit 3. Po? I madhi koshe do e voli. E mamën kuna ka fotur në Durrës më në det? Po, më kujtoj. Ka kënë 20 apo 22 vjetor. Ishin të rinj atëre dhe naturisht sakrifisat për artit i kemi bërë dhe kanë qenë Të më kujtoj deti se edhe atere kishe shumë dalë. Të paqa, vlahim, të paqa, roshim. Hajde se nëzitojnë që, hajde.
Shkoj. Ikim. Gone, ullu dhe ti. Ti vazhdo aty në këmë, unë e gone këtu. Presim to prijen me gjithë degë, me këtë këtu. A do që tuti këtu, Me dega ti e lartë. O, si më janë këto gëshërëtore, mi sa mi që presin... O, Gone. E preva mirë më të? Gone, lëri mua betet se e filluam pa o prezentuar. Po në na njënjë, më falë. Na falë një minutë tash. Ati mbajtje. Shefin këtu. Atëre, Ta mbaju më të? emisioni Eat and Tradit ka ardhur pikërisht këtu në ferma Dukat me mjeshtër Arizin dhe filluam vjeljen e shegës. Dukati natyrisht dallohet për blegtorinë e famshme, për vreshtarinë, Për ullinjtë. Po ka dhe shegën në rafrim. Po natyrisht. Këtu nga shegët bëhet edhe një lëng i mrekullueshëm që mund ta pinë zonjat, po bëhet edhe raki shege, po bëhet edhe ver shege. Unë nuk e ka provuar Gone, ti ke provuar? Do të që edhe mua po më pëlqen më shumë tani që po e thoni. Ashtu? Mua jo më do dalë si vjetë. Hajde, mbart na ve. Edhe restorani jemi mu në rëst të Karaburunit, as 100 metra largë. Imagjino sa bio që janë, sa të freskëta që janë, sa shumë nevojë kemi, të nushin duart, shef. Në një krah kemi detin, në një krah malin, pastaj është fusha, vazhdojnë kodra, dhe me thënë dukin e Dukatit, fillon nga Karaburuni në Llogora. Ariz, e bëjmë shumë më mirë, ulemi atje në edhe... Ta bëjmë muhabete me një raki përpara. Nuk po që dorë nga tradita. Do vazhdojmë aty ku e la. E vazhdojmë. Faleminderit. Shumë fantastike janë, fantastike, shumë bukura. Aris, do më lësh të shërbej unë një këtia shokut tim edhe ty një, se ty gjithë një shërben të tjerëve, tani do më lësh mua sot, që ti mbush mendjen atij se kush është rakia i shegësë? Shiko, deri tani më ka shërbyer në një artist i madh si puna jote. Shumë faleminderit për komplimentat. Disa dhe fshijoj këtë. Edhe jo të vegjël duken të vegjël kështu si ashtu, po janë i Flori. Ja dhe unë këtu. Raki shege. Unë që kam provuar. Mjaft. I zoti i shtëpisë. Të pëlqen në kur shërbejnë të tjerët, e? Shumë mirë do të. Më atë keqe. Shëtë. Ja mirë se të gjetëm... Na i bëre me hilim. Më total, nuk ishte poshtë e ka. Aris i gëzuar. Nisë gjetëm. Faleminderit. Ti provoj edhe më jep përshtypjet mua tani. Tapi me miq. Të lëmë goja. Të gjithë bashkë. Era e parë një jetën time që pi raki shege. Me qever ka vërtet e mrekullueshme. Vërtet? Se sinqerisht. Shqyrë se pive një gotë raki dhe... Sa gradë që... Të 19 gradë. 19? O, vash, o tja, vash, qysh 19. Se është në qëllë nga Afrika. Ja, bërë. Do qikuja të tani. E do qikuj. Shërbejun tani. Oho, mjaft. Shërbejun tani. Atëherë na fol pak për shegët kryesisht, pastaj duke qenë dhe agronom profesion, na fol edhe për të tjerat, po kryesisht për shegët. Është në traditën tuaj apo ti si profesionist, si agronom, ti sa jo shtoj gjërat? Klienti të dikton edhe prodhim. Dhe klienti kërkon të ver shegë. Klienti kërkon të raki shegë. Klienti kërkon të lëng shegë. Të huaj apo shqiptar këtaj? Kryesisht huaj. Po pastaj... Po sepse ne shqiptarë se kemi jo fare as zero dhe as rakinë e shegës, absolutisht. Ne po shqiptim këtu që paskave të huaj që pas kanë ardhur, domethënë... Tani me thënë të drejtën... Ka dalë era. Është ai llafi që kur s'kan xhamisht, kur s'kan shtëpisht, arran xhamisht. Kështu që pi një për vete, pastaj pinë të huaj. Hajde. Cheers! 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 Can I have your picture? Po çojmë në këmbë. Në mes. You can sit. No. Një minutë tani. Edhe një raki. Një raki do ta pish alla shqiptar që i themi neve. Për mish të vjetë. So?
Cheers. Yeah, cheers. Ne themi ta gëzosh. Cheers. Edhe kënaqësi ka ardhur në zonën tonë. Gëzuar. Gëzuar. Swedish skål. Danke. No, Swedish. Skål. I bëtë fotot. Hide. Okej. Ti do vazhdojmë se më na bie. Gjatë pa dhjami të Oh, mashallah. Okay. Bravo. Thank you. Thank you. Faleminderit. Faleminderit. Rosh. Ja, faleminderit. Rastësia e mrekullueshme, ore. Rasia mbreti botës. Ore Haris, po çfarë bëhet kështu atë? Kështu... Bukur, shumë bukur. Kështu kishim mohabetin tek? Shoku agron. Tek ferma. Vazhdojmë. Ferma, po? Vazhdojmë. Tash ferma ka një sipërfaqe gati 10 hektar. Interesant. 10 hektar, kryesisht me vresht, me shek dhe me ullinj. Fruti që kemi përpara është shek. Sepse kjo është destina. Po. Pasi e vjelim, e çojmë në makineri, Fermentohet sheka, patjetër. e qërojmë makineria, merr vetëm kokë. Kokrën. Dhe shepajse me pomë qetë në pres. Presohet dhe lëngu. Po të ishte momenti i vjeljes, do ta shikoni me sy Po, normal, do ishte shumë mirë, po nesër. Herë E tjetër. bëjmë lëng, pastaj lëngun nëse e bëjmë raki e lëng të fermentohet dhe zgjidhim, Normal. sikur në rushim. Verën pastaj Verën e fermentojmë dhe sikur në rushim. Dhe një 3-4 ditë, po varet nga ëmbëlsia që ka shega. atë që bëjmë për verë, e vjelëm të fundit fare në nëndor. Po kur mësohet në tamam. nëndor. Po, shumë. Të kaloj 17% sheqer. Pak. Dhe lëngun e shekës, të cilin e ambalazhojmë. Afrim me afron që atë lëngun e shekës. Rakin ta provuam. Tani edhe lëngun. Ai do të shërbej unë juve. Po se le të bëjmë në unë dua ta lodhi fare këtë zonë e shtëpisë. Ti pushim sa se fare atje në dispozicion tillë të afrimit. E pesha thaj, Më mësuat keq sot. Tregiste poshtë. deri mas që në shërbejnë këta artistat, për që i dashur. Rakin ta provuam të shekës. Më mësuat keq. Asja që e mrekullueshme. Pimë çik shekën origjinale? Po. Ja gëzuar dhe një. Ja gëzuar. Paqim. Ta pim zor. Faleminderit. Shege ambële, shege bote, eri agroni moj të këpose. Shege ambël moj shege bote, me afrimin do ta këpuse. Ta gëzuar, ja mor me dhe kërë. Ku e ngjitë për një herë? Po ja marrë më mundin. Këtë kam në izdo. Është të mërshëm, s'bëhet fare. Ka gëzosh ti edhe djalë. Mrekullueshëm, ha? Ky lëngu që nga ka. Ore më qafë se më ka vajtë mundja për një rapash, bën rapash, bën një rapash edhe? Po su bë rapashi s'ka. Jo, unë mendoj që rapashin e bëjnë zakonisht andaj lartë mbi Dukat nga Logoraja. Jo. Po jemi se këtu jemi në fush Dukat në ri këtu. Dukat i ri. Rego, shumë bukur. Po kur thash ta rapash dhe arrosh atë. Ashtu? Sigurisht. Mirë, shumë mirë. E bëjmë edhe rapashin, e bëjmë edhe byrekun, Shumë bukur, bëjmë shumë edhe mirë. Mrekulli fare. Ato të traditës, sepse mishin në tavë. tani futemi në kuzhinë të shikojmë çik zonjën atje kush është shefja, atje shefi që ke ti brenda. Hajde të çojmë tani. Vetin e veçore. Okej. Përgëzime vallai, shumë përgëzime. Shumë. Të lumtë. E di se çam këtë rreth vëmendje më moti thënë një fjalë atje pipeq. Po, Pipeq i çfarë është? pipeq. Që ka emër shumë interesant. E kësaj zonës tuaj këtu është apo? Po. Pipeqi është gatim tradicional. I Dukatit, a? Të tjerë e quajmë pistili, po tu quhet pipeq. Pipeq, pleq i thonë për pleq. Ka ndonjë domethënie edhe çfarë vlera ka pipeqi? Ka një farë histori. Është vërtet një ushqim i veçantë. T'jep energji. Ç'atje? Ka shumë gjëra brenda. A ka proteina, ka kalori, ka këto gjitha? Po ka djath, ka gjallë, ka gjizë, ka shumë gjëra që është një ushqim energjik. I thot plaka, të kam bërë një pipeq, boro. Po? Dhe ham, i thot ky. Po si të duash, i thot edhe, pastaj ham. Sa ajo të Dukatit janë gjithë një të zgjuar rrasë shumë do. Kaq mund të themi, ë? Kaqë? Kaq për publikun. Okej. Po kaqë, marrin vesh të gjithë. Neve do ta kemi fatin ta shijojmë atë pipeqin? Po besoj se po. Po mirë rregull, shumë. Ja kaq. Blyth më tek kokës tjetër. U kënaqë këtë turë këtu? Vemi brenda tek shefi apo shefja? Shefe. Shefja është. Unë i punësore. Okej, në rregull. Unë jam për bujqësinë. Përshëndetje zonja, ni? Ai ju lumsim duar për gjithë të mrekulli që keni bërë këtu. Tani
Juve më falni, çfarë po gatuani aty? Unë po bëj një rapash. O, isha shumë kurioz. Rosh, isha shumë kurioz të dija se si bëhet. Të brëndshmet, më mbas do hedhë mjelli. Pa, vazhdo, ashtë shikojmë edhe neve. Të shikoni dhe ju. Shumë bukur, jo, të shikojmë, unë edhe Gonja do mësojmë, do ja transmetojmë grave tona të na bëjnë. E zgjidhe ti me gratë tona. Tashti do skuqëm pak mjelli me të brëndshmet, për mos marek. Para se t'idhim këtu i kemi kaluar pak në uthull të brëndshmet se mbanë dhe për të qërë, edhe jemi duke pregatitur tani. Sa kohë keqe e ke mësuar ti si bëhet arapashi? Është tradit kuptohet, ë? Kam shumë vite, 30 vjet po. A nuk e ke marrë nga prindrit, ë? Po pra. Po tani 20-22 vjet që fillojmë ato gatimet, kemi vajtë tek familjet e burrave, kështu që. Se të dere babës nuk na ka rarë ai shumë. Okej, mirë, vazhdojmë tani. Bravo. Tani jemi këtu. Po. E trazuam kështu. Aty po skuqin gjarë ti patjetër, ë? Po, jo, është vetëm e vaj. Aha, okej. Tani këtu do hedhim lëng mishi. Pa nga pa. Edhe lëng mishi edhe të? Po, lëng mishi. Jo, po kjo kështu. Lëng mishi. Ah, dhe ajo, ë? Po. Se më duk si dhjam. Jo, është lëng mishi. Se pas kam ditur unë këtë. Jo, po kjo jep shije, se qa do ha. Ne kështu e bëjmë këtu. Shumë mirë. Ne kështu tani poezi, pa nga pak. Më vonë do t'jedhme dhe një luk gjatë, të mos besh shumë i nga Qa gjatë bësh këtë? Ky është gjatë delje. Dele, po, okej. Është i shkrir. Po, shumë mirë, normal. Do pak zjerje, edhe në fund e mbrapa do jedhme dhe pak djatë. Kaçkavall. Okej. Jo, është djatë, do i bër vetë. Tani po di këtu ndonë që e ruani me të vërtet atë traditën juve? 100% traditë. Mes po shoh arapashi filloi të ngurtësohet apo jo? Po. Po, ja drejt fundit domethënë, ë? Me që e kishe me rak ti. Më të lushin duart më. Edhe shiko, më bën përshtypje se e bën me atë lukën e drur, jo me lukë tjetër, ë? Jo, kështu e ka. Do se s'bën drur. Edhe bani edhe kjo kështu e ka. E do drurin. Po. Okej, na shumë mirë. Sa se mezi po presun kur do ta mbarosh? Mbaroja? Ja. Po hotë? Tani po nxjerr pak të lyre. Është gati për të ngrënë. Okej, rosh. Mbaroja? Po mbaroj. Të lumshin. Tani ajo të nxjerrë aty. Atëre. Ajo tava çfarë? Ashtu. Si shefe që na shpjegon që se pas ke bërë gati, unë do doja të shikoni si gatuhen, po hajde. Atëre. Kjo është salcë kosit. Po. Shikoj në burulluk, në atë burullukun që e keni kulluar. Kjo është revania. Po. Kjo është pipeshi, që është e veçantë sepse bëhet me gjizën e dalë nga djati. Këtë të veçantë ka pipeshi. Ashtu, ha? Se mund të bëj dhe koni, unë e bëj sepse djatin unë e bëj vetë. Po normal, duke. Edhe ky është byrek tradicional, është me spinaq. Me spinaq. Me spinaq. I qeshim brumin, e hullojmë petë dhe e kthejmë me qërë. Shumë bukur. Dhe i pjekim në furë. Në furë, po, furë me dru, patjetër. Po. Sepse ashtu ka dhe shijena, edhe është afër traditës. Po. Shumë interesant. Ju lumshin duart. Faleminderit që na pritët edhe tani vese na mbetet t'i provojmë apo jo? Patjetër. Unë e mora, ajo që po me zi pres. Ashtu? Po për zotin. Po hajde pastaj. Hajde, Natash të lutem, të falenderojmë shumë. Gjithë mirë, faleminderit. Lumshin duar Margareta. Shikoja, shi çan gjyre ka. E pash, po hajde. Hajde. Natasha këtë dua të dytën unë. Hajde. Rofshi dashur. Hajde gëzuar. Gjithë të mira të kesh jetë letë. Ju falenderoj për vizitën. Keni gjetur një ditë të shtatshme. Çe? Sepse unë e kam kur bie shi. Sot është ditë shi, me thënë drejtën, kështu që janë vizinë në një ditë për mua. A dëgjove dhe Afrim, tani ne do vim këtu sa herë bie shi unë edhe ti. Sa herë bie shi, nuk kemi të Po ndonjë histori nga ato vjetat e asaj kohe ti seç tani ke shumë ato edhe një takëzor. Po dërgoj do vim para të ndonjë bukurisë. Para se ta mbyllim. Hajde. Ta flive i bëndi. Me që e patën të punë. Ate. Ka raste njeriu që ka ndodhur në njerë që nisem sabah për gjetur qetë. Po? Që punoj do. E them ase nuk i gjoj. Mirë atë, humor duke. Atëre nderuar Sot pas ka qenë fiks kjo ditë. Atëre të nderuar teleshikues. Me kaq ne i dham fund. Ju në qytet, ne në këtu katollëm. Çake, Vlora jon
E bukur, shumë e bukur. Ore, Vlora ku lindëm dhe u rritëm dhe u formuam si artist. Po kalojmë 75 vjetë të afrim, po Vlora mbetet gjithë një perlë, shumë e bukur. Po e bukur Unë jam është krenar që Vlora, nuk e kam shumë e ndëruar bukur, qytetin po tim. në fakt tani është pak e zhurmë me këta turistat që vinë edhe që na ngarkojnë Prap, Vlora është shumë e bukur. Po, ku ka si ty o Vlora ime, e s'ka litura në